Si e shet doktrina e sigurisë së Serbisë Kosovën, Perëndimin, Rusinë dhe Kinën? Është ky titulli i raportit nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Në këtë raport tregohet se si doktrina kombëtare e sigurisë së Serbisë është ndruar në një instrument për institucionalizimin e armiqësisë ndaj Kosovës, duke thelluar njëkohësisht bashkëpunimin strategjik me Rusinë dhe Kinën, një zhvillim që ka potencialin të minojë interesat e BE-s dhe NATO-s në Ballkanin Perëndimor. Ky raport paraqet një analizë të strategjisë kombëtare të sigurisë së Serbisë të miratuar në vitin 2021. Sipas gjetjeve të raportit, pas retorikës së neutralitetit ushtarak, Serbia po e ngulit në mënyrë sistematike një narrativ anti-perëndimore dhe po e trajton shtetësinë e Kosovës si një çështje sigurie për të justifikuar sjellje agresive. Këtu theksohet se doktrina e sigurisë së Serbisë jo vetëm që refuzon pavarësinë e Kosovës, por e portretizon ekzistencën e saj si kërcënim për sigurinë kombëtare. Tutje shtohet se kjo doktrinë është një plan politik që jep mbulesë strategjike ndërhyrjes së Serbisë në Kosovë me qëllim minimin e mbështetjes për pavarësinë e saj. Mirë po, për më shumë informacion qëndroni në telegrafi.com.